45 familje të komunitetit rom rrezikojnë të mbeten të pastreha pasi u është kërkuar të lirojnë banesat e tyre për t'i hapur rrugë punimeve për projektin e rikualifikimit të hyrjes së Shkodrës. Banorët kanë kundërshtuar këtë urdhër pasi nuk kanë një vend të sigurt strehimi. Jena me familje, jena me kanama, jena me rroba, ku do dalim na përshit, të hapet koha të dalim. Nuk i zëm vetë një kërkujt neve. Edhe na vjen njerëzit të thojnë hikni. Ku do shkojmë? Jena me fëmijë, jena me familje. Na vjen një vend ose do marr kanabaj të familjen time të shkëtellëm te ura e punës. Ato dikur na thanë neve mi vja që neve nuk u heqim prej aty pa ju sëruar vend tjetër. Kurse tani kanë dhënë unë me fjalë me na qit. Janë të prish barake gjitha shipe. Me ik familjar? Po, kanë fillu gjysmat kanë ik. Nuk di se ka kanik, zdum as i gjo tjetër, vetëm e nësërum vend tjetër, nuk përkërkëm as palat as i gjo. I cop tok, sa me shku me vonë baraket neve. Tash s'kam ku të shkoj, unë i kam mitë më rrugëve, gjithi kam të vogla, s'kemi ku të shkoj, s'kemi ku të jetoj më zonjë. Bajtë me strehu me i vetë mitë, a kemi mitë, a kam mitë vetë ato. Ku të ri, ku t'i qoj, i qova kada majtë në vend tjetër për me fjetë. Dije, as buk s'kena angër, as gjo, hiq vëtë qëm rim dorë të zotit. Tash në kanë thënë pik dimrit, ku me shku. Ndërkohë, familje që kanë shembur banesat e tyre tregojnë se janë në qiell të hapur prej 4 ditësh. Ku të shkojmë, na kanë nxjerr jashtë, ku të shkojmë, s'kemi as një lloj vend, s'kemi ndim. Jam 30 vjet këtu që jetoj. Kada mas këtu i kam rrit, ku të shkoj unë shkreta. Sa ditë keni që i keni shem baraket? Kemi 4 ditë, 5 ditë sot që i kena shem. E kur rini prej 4 ditë? Kurim janë në shirim, shif kanamat janë të lagur kret. Ku të shkojmë neve të mbytemi tashi? Po strehim kërkojmë neve, na strehojnë njerëzit. Qeverijat na strehoj, s'kemi ku të shkojmë tjetër. 4 ditë që, plaka ime që, s'munesh, shive. Me tension që, shive, 4 ditë jashtë. A shu jetohet, po ka dhe bashkia, ka familja, s'ka familje bashkia, a s'ka njës kë shpia që të vetë dorëzime edhe për ne. Urdhri për lirimin e sipërfaqes së tokës ku jeton komuniteti rom ka mbërritur prej ditësh, pasi në këtë zonë pritet të zbatohet një pjesë e projektit për rikualifikimin e hyrjes së Shkodrës, por deri tani nuk është ofruar asnjë zgjidhje për strehimin e 45 familjeve të komunitetit rom që jetojnë aty.